Supë shumë e mirë, një periudhë që njerëzit janë dhe të paqetshëm në këtë kohë. Recetën e radhës do t'ja lej një supe. Sot do t'i bëj me fille, ja ku I kam dhe fillet, një filxhan çaji, makarona të zakonshme, ose yllka çfarë të doni, të vogla, ka sa dush. Marr domotet që I pregatita dhe ja hedh pa I nyrë pa gjë. Të mpikset pak lëngu I tepërt I domates, vihet për domatja përmban shumë aciditet dhe lëngun e tepërt gjithmonë do mundohemi t'ja heqim. Kështu që edhe unë do ta mpiks pak, pastaj do t'i hedh ujin. Ja, doli edhe lëngu në sipërfaqe. Ja, domatja filloi me un piks tashti. Më shumë se 2-3 minuta nuk mund ta lesh, se thahet fare. Tashti hedh ujin e ftohtë. I muloj me kapak, një të mor val dhe një t'i hudh vetëm makaronat. Ja, uji mori val, tashti I hudh edhe fillet, I përzi pak, edhe myll tenxherën, ja 40 minuta, sa të zim për gjysmë që t'i hedh lëngun. Ja dhe shërijet, janë zi, janë gati të përfundume. Unë I kam lënë 40 minuta për këtë arsye se punoj shumë avash. Shikoj edhe vala sa e avash duket në tenxhere. Do t'i marr dhe do t'i hedh lëngun e mishit. Ky është dhe lëngu I mishit që kam pregatit nga kockat. Dhe këto që duken si dhjamushka, s'janë dhjamushka, se unë mundojmë t'i heq. Gjithmonë nuk I lej se I kaloj në sit, po janë pjesë të fyllave të komës, kur I shkundja kështu binte palca, nuk ka më pjesë të mira të komëve që janë palcat. Nga bëjnë dhe mirë për romatizmën, gjithë vujnë shqiptarët nga kjo pjesë. Këtu kam 600 gram me gjithë copat e mishit që kam qitë. Ajo bëhet një supë e mrekullueshme, pa kosto, edhe që të hajë gjithë familja, edhe shumë e ushqyeshme për këtë stin. Tashti I hudh edhe pak piper të zi. Shumë pak, nuk I hedh gjonave të teprume. Tashti e provoj dhe pak për kryp. Tash gjithmonë nga funi ja hedh krypën, do dhe I pik. Rreth 25 minuta, tashti do ta lej, do ta ngrej dhe pak dhalën. Edhe është gati sa për ta përvlu, ja ku marroj dhe supa mrena orës, ha një gjë të shëndetshme. Tashti supa është në përfundim, janë momentet e fundit, dihet që makaronat nuk e trashin lëngun, prandaj do ndërhyj pak, për t'i hudh pak miell gruni, do ta hap dhe pak më shumë, se e kam lënë ju thash që unë e bëj rreth 1 orë, ka të tjerë që bëjnë dhe 40 minuta supë, po unë I du gjonat avash. Këtu kam marrë një lugë çaj, e kam me miell gruni, dhe ne tiranësit përzierjen e këtij miellit me ujin, një filxhan me ujë të ftohtë, I përzim bashk, I themi pjelm. Mund ta bëni edhe me 20 shte, po ne në familje gjithmonë, edhe nga unë kam punu kemi përdorur me miell. Tashi e holloj pak me lëng që mos më pritet mielli. Kur t'ja hudh më bëhet topa. Ja. E mbyll tashi, e lej 5 minuta, në nxehtësinë e vet. Ja, si u lidh. Është për të trash lëngjet e supave. I mpiks, mos të duket lëngu veçantë dhe shërijet veçantë, prandaj përgatiten gjithmonë. Tashti I lej pak të marrin val, edhe I kam gati sa për t'i përvlu. Tashti supa mbaroi, e heq, e largoj nga zjarri. Do I hedh një filxhan, kam këtu me vaj. Vaj gjelle e kam. Gjithmonë përdor vaj gjelle kur I skuq me t'lynin, se bëhet më I shishëm. Edhe këtu kam marrë një lugë çaj me t'lyn, ose 10 gram t'lyn. Mund t'i hidhni edhe më shumë, ju kam thënë, është në bazë dëshirës.
Kësaj përzierje unë do t'i hedh edhe i pik miell, ju kam thonë gjithmonë hudhini pak miell dhe merr aromë shumë të mirë, flyni bashkë me vojin. Ja. Një pudrosje e lehtë fare. Ja dhe t'lyni, është hazër, e përzim pak dhe e përvloj. Kjo që dhe qershia mbi tort, themon për supat. Edhe i smumi me 40 ngrej dhe hak të supë, ja themun me ndershmëri, edhe pak uthull, një gjë shumë e mirë. Kjo që dhe receta ime dhe gatimi ime edhe për drek sot. Na bëft mirë.